Pikërisht në ditën kur pritej seanca për zgjedhjen e presidentit, kryetarja e kuvendit Albulena Haxhiu ka shkarkuar nga ushtruesi i detyrës, sekretarin e përgjithshëm të kuvendit Arben Loshi. Për zgjedhjen e sekretarit të kuvendit ishte zhvilluar një konkurs transparent në të cilin Loshi ishte zgjedhur si kandidati me më së shumti pikë, me 90.2 nga 100 pikë. Ky proces kishte përfunduar në dhjetor 2024. Ndaj tij nuk është paraqitur asnjë ankesë. Për shkak të situatës politike dhe ngërçit institucional gjatë vitit 2025, ky konkurs nuk ishte përmbyllur formalisht, ku pritej vetëm emërimi i tij. Me ardhjen e Haxhiut në krye të kuvendit, më 2 mars, ka tentuar të anuloj këtë konkurs, por kjo nuk ishte kaluar në kryesinë e kuvendit. 2 ditë më pas, më 4 mars, kryetarja Haxhiu shkarkoi nga ushtruesi i detyrës Loshin, për të cilin ka reaguar publikisht Instituti i Kosovës për Drejtësi, duke vlerësuar këtë veprim si zhvillim të papritur dhe të pashpjeguar. Ky veprim ngre shqetësime për cenimin e ligjshmërisë në administrat, meritokracisë në rekrutim, sigurisë juridike, pavarësisë së administratës së kuvendit. Ky zhvillim ndodhi në ditën kur kuvendi pritej të merrej me seancën për zgjedhjen e presidentit. Sekretari i kuvendit harton procedurën e votimit për zgjedhjen e presidentit apo presidentës. Pse ndodhi ky vendim pikërisht tani? Dhe pse kryetarja e kuvendit Albulena Haxhiu e procedoi këtë veprim në këtë moment? Kjo mbetet të shihet. Integriteti i institucioneve kërkon transparencë, ligjshmëri dhe respektim të procedurave. Kryetarja e kuvendit të Kosovës Albulena Haxhiu cenoi këto parime.